Berishës jesh lak baruti, po ajo që mund të ndodhi këtu është që ata që duan ta ndryshojnë qeverinë, duhet të riorganizohen. Sepse Berisha po garon në zgjedhje, po angazhoj politikisht si prind. Edhe e parë nga këndvështrimi i prindit, është për të vlerësuar se çdo prind përpiqet për më të mirën e fëmijëve të vet. Ti shpëtoj nga burgu, ti shpëtoj nga problemet që mund të kenë kur ai mos jetë më në këtë botë. Nga pikpamja e prindit është për të vlerësuar. Nga pikpamja e një lideri politik është Jeshlak Baruti me gjë për përmendi armë. Baruti është gjë e vogël me tani lokomotiva më e madhe. Nuk ndez më. Dhe Rama është njeriu aseti më i madh që ka Rama sot, është duke pas Berishën përballë. Dhe është më interesuar ta mbaj aty. Problemi është që është të interesuar Shqipëria, është interesuar opozita. Sepse në gjithë retorika politike mbas 2021-shit dhe mbas divorcit të Basha-Berisha u tha që Basha shiti zgjedhjet, është humbës serial, taratan. Dhe i mori gjitha i përsipër, u bëru fepritësi i gjithë rezultate elektorale. Tani kemi zgjedhjet bashkiake, pra këto, se që në të bashkiake, vendore, të cilat të humbën. Kështu pjesërish do ketë? Kemi dhe zgjedhjet e politike ndaja, të humbën, me doktorin në krye. Pra, do më thënë, këtu ka një trend që fiton Rama sepse është e coptuar opozita, apo sepse u shit opozita ke Basha, mos u shitu dhe Berisha, nëse kushdo që humbë që të ishit. Do ndrojmë neve fjallor në politikë? E parë s'po them shitje. Jo, se kam e ty, me kam... Oke, thelbi asaj që po them unë është kjo. Studio regjimet hibride, që shkojnë drejt autokracisë. Problemi kryesor është një opozit jo konkuruse, e cila mund tjetë e korruptuar, pra e blen pushteti, e blen me leje ndërtimi me para këtu aty, mund tjetë e intimiduar, pushteti fillon i kap dosje, prova, merr penge e dopson, mund tjetë thjesht e paaftë, mund tjetë thjesht e paaftë, është për shembull në krye të opozitës, mund tjetë të treja bashkë, në krye të opozitës në Turqi, ishte një i moshuar, i cili kishte humb 70 herë, do të thonë çdo zgjidhje që bësh humbiste.